Festivalet folklorike kombëtare të rapsodëve dhe instrumentistëve popullor të mbajtur në Lezhë gjatë vitit 2002, 2003 dhe 2005 janë përmbledhur në një libër me autor, muzikantin, dirigentin dhe studiuesin e njohur të trashëgimisë folklorike muzikore shqiptare, Ermir Dizdari. Ky botim u promovua dhe u prezantua përmes një aktiviteti të zhvilluar në bibliotekën Gjergj Fishta, duke dokumentuar në mënyrën më të detajuar të gjitha grupet pjesëmarrëse, programet artistike, tekstet e këngëve, si dhe një album i pasur fotografik që ruan vizualisht kujtesën kolektive të këtyre ngjarjeve kulturore me vlerë. Botimi i këtij libri, Rapsodët dhe instrumentistët popullor, këtu në qytetin e Lezhës, është një nga aktivitetet kryesore të trashëgimisë shpirtërore që zhvillohet në Shqipëri, por me pjesëmarrje dhe nga trojet shqiptare jashtë kufive shtetërore. Ky festival ka filluar që në vitin 1967, që është festivali i parë i Rapsodëve. Pastaj ka përfunduar 2002, 2003, 2004. Unë kam qenë drejtor artistik i këtij festivali në këtë moment, 2002, 2003 dhe 2004, edhe në këtë libër unë kam përmbledhur gjithë shënimet e mia, grupet pjesëmarrëse, programet që ata kanë. Rapsodët kryesor, ose rapsodët jo kryesor, po që kanë qenë si individ, grup rapsodësh, emrat e atyre, të gjitha këto të shoqëruara me fotografi. Po dhe tekstet e gjithë këngëve janë të përfshirë në këtë libër. Përveç kësaj, aty është bërë një historik i shkurtër. Domethënë që këto rapsodë që na kanë ardhur neve sot janë trashëgimtarë të rapsodëve të mëparshëm. Drejtoria kulturës në Bashkinë Lezhë, Jona Dividi, u shpreh se ky libër është një vlerë e shtuar e trashëgimisë folklorike. Ermir Dizdari është më shumë se një muzikant, një dirigent me përvojë shumë vjeçare, një studiues me pasion për dokumentimin e vlerave tona kulturore dhe një figurë që i ka dhënë shumë artit shqiptar, si në skenë ashtu edhe në libra. Libri që promovojmë sot është një kontribut i të çmuar që dokumenton me kujdes dashurinë e festivaleve folklorike kombëtare të rapsodëve dhe instrumentistëve popullor, të mbajtur në qytetin e Lezhës. Ky botim i mbështetur nga Bashkia Lezhë përbën një dokument të rrallë, i cili jo vetëm ruan, por edhe nderon pasurinë shpirtërore të trashëgimisë muzikore të këtij rajoni.